Aeroporti Vlorës në dorë të mashtruesve ka mbetur tani. Çfarë po ndodh me aeroportin e Vlorës? Çdo 2 muaj ne mlidhemi dhe aty në aeroport ndodhin ngjarje të ndryshme. Shere, ka vendime gjykatash, por në fund nuk ka asnjë zgjidhje. Dhe kryesorja nuk ka aeroport. Ne mlidhemi, se flasim, diskutojmë çfarë është kjo gjë tani, Klodi, se ti e kupton. Kjo është gjitha një histori e turpshme, qesharake dhe turpshme, që tregon se si ky shtet është i papërgjegjshëm deri në këtë pikë. Janë dy ortak, të cilët kanë probleme, kanë konflikt me njëri tjetrin dhe që kanë marrë peng një vepër kaq të rëndësishme publike, se duket sikur askush dhe askujt nuk i bën përshtypje kjo. Aty, siç e theti, ka pas vendime gjykatash kundër vendime që eri japin të drejtë njerëz palë, pastaj eri japin të drejtë palës tjetër, por ndërkohë nuk zgjidhet asgjë. Sot Bexhet Pacolli madje ka dalë në deklaratë dhe thotë që aeroporti është marrë nga grupe kriminale, mua më kanë kërcënuar me jetë, edhe një historira nuk e kuptoj se si mund ndodhin, por e gjitha është një histori shumë e madhe turpi, me kosto shumë madh, shumë të mëdha për qytetarët, sepse ai aeroport po mbahet peng, ai duhet ishte funksional që vitin e kaluar, u shty në afat në shkurt të këtij viti, nuk u hap as në shkurt, nuk u hap as për këtë sezon turistik, sepse ai për atë punë është në funksion turizmi, në funksion sezonit. Sidomos për sezonin. Për sezonin, se ndihmon zgjedhjen e rrjedhë. Po, ka gjasa që mos hapet edhe për një kohë pacaktuar. Pra askush nuk e di. Dhe tani e gjitha çfarë po ndodh aty, duket sikur të gjithë po bën një lojë që si e si të bëjnë ndonjë gol të madh arbitrazhi apo të fuzin në një karrem për t'i ekspozuar qytetarët përballë kostove të tjera edhe më të mëdha. Por ka një gjë që unë nuk kuptoj në gjithë këtë histori. Pse nuk ndryrojnë spaku këtu? Se kjo histori është bërë aq e madhe tani, sa që nuk mund të lihet me këtë që jo po shkon njëra palë bën kallëzim prokurori, shkon pala tjetër bën kallëzim prokurori, njëri aksioner akuzon tjetrin, këtu duhet ndryj spaku dhe duhet andaj këtë histori. Sepse ata 2 aksionerë që akuzojnë njëri tjetrin duhet gjendet kush është fajtori, kush e bën gjithë këtë kaosët. Jo vetëm spaku. Jo spaku, aty duhet të spaku. Jo vetëm spaku, se kemi edhe një lider global ne. Fal, një sekondë, 2 fjali. Kemi edhe një lider global ne. I ka miq ata. Ai e ka fuqinë ti thras, ata thras dhe prokurorin të flasë edhe me të gjithë, dhe t'i detyroj ata të mos bëjnë e mos kërruen me paratë të shtetit shqiptar. E ka fuqinë. Pse se bën? Ai mund të ketë shumë fuqi. E ka fuqinë. Ai ka fuqi për shumë gjëra. Por në këtë situatë, ai është mirë mos bëj asgjë, sepse me çfarë po shoh unë, gjithë kjo punë prandaj po bëhet që të fusi hundët qeveria dhe të ngrihen çështje nëpër arbitrazh pastaj. S'ka pse i fut hundët publikisht ai. S'ka pse i fut hundët publikisht, siç i futi me Agon Channel. Ai mund t'i fusi, mund t'i thrasë ata njerëz në zyrë dhe të flas me ata njerëz. Jo, edhe me Agonin i futën edhe jo publikisht ata dhe dolin në arbitrazh, sepse ish sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë nuk e bëri publikisht takimin me Beketin. Po fal atij takimi dhe gjërave që u thanë aty, është vendim të arbitrazhit ajo. Ajo ishte një nga arsyet kryesore që u vendos gjoba 110 milion euro. Por nuk është ky thelbi. Këtu ka një histori ku 2 njerëz akuzojnë njëri tjetrin për krime monstruoze. Njëri thot më ke kërcënuar me jetë, tjetri thot më ke grabitur, edhe ti më ke kërcënuar me jetë, njëri thot je lidhur me rus, tjetri thot je kështu. Pra kjo është një histori që duhet të ndryhemi patjetër spak. Dhe t'i jap ta zgjidhë këtë punë. Kush është problemi?
Kaq. Kam një pyetje. Si pretendojnë që të ndërhyjë SPAK në këtë çështje? Se me sa di unë ka një hetim dhe fokusi SPAK-ut janë ose grupet kriminale, pra që është krimi organizuar, ose korupcione. Kjo është veprimtaria. Dhe me sa di, hetimi ka nisur me dyshimin e përfshirjes së zyrtarëve të lartë në paracaktimin e procedurave të dhënjes. A e ka objektin për? A e ka këtë hetimin? Po ka që është. A ka marrë disa masa sigurie, pra duke regjistruar procedime penale të zyrtarë të lartë të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë? Po jo për këtë rast. Si jo për këtë rast? Nuk ka një. Për aeroportin e Vlorës. Për aeroportin e Vlorës. Për koncesionin e aeroportit të Vlorës. Po duhet të ndaj edhe këte histori, pra se a i nuk mund të ndaj që unë... SPAK nuk mund tjetë gjykat si që zgjidh një konflikt mes dy aksionerve. Ne kemi një pretendim të Zotit Pacolli që pretendon që po ja rëmbejnë pjesën e aksioneve të tij të aeroportit Vlorës. Kemi dhe pjesën e Valon Ademit, i cili pretendon që të ketë që të gjitha aksionet. Ajo që unë kuptoj janë gjykatat të cilat pse kanë blokuar deri më sot 47% të aksioneve që nuk kontestohen nga vetë Valon Ademi dhe duke i lënë aksionerit minoritar administrimin dhe si rezultat blokimin edhe të punimeve. Po tjetë për çështja ambientaliste, pse shqiptarët sot po protestojnë aty, mirë është që aeroporti Vlorës të mos ishte ndërtuar fare në atë zonë dhe jo turizmi, sepse ai do ishte një aeroport personal i ngritur qëllimisht për resortet që do të ndërtoheshin në Zvërnec për të pasurit. Atë historia... Çështja është, çfarë ndodh kur nuk zbatohet vendimi i gjykatës lartë në shtetin shqiptar, Klodi? Që është një vendim gjykate. Po pra, dhe që dikush tjetër shkon me kamiona, bllokon derën dhe policia s'bën asgjë. A është objekti SPAK-ut? Cili? Se kush e ka fuqinë të mos e lejoj zbatim? Mos veprimi i policisë. I policisë, i ministrisë. Ministrit, po. Po pra, këte po të them. Pra, ne kemi një histori që kjo në prokurorinë e Tiranës është kallëzuar ka qënë shtator, vjetë shtator. Pra, po ben gati vitin. Dhe nuk po ndahet asgjë. Shiko, ka një tim të SPAK. Dhe në mos gaboj, në datën 12 prill të këtij viti, ka marrë të pandehur, ka marrë në hetim, me akuzën për shkelje të barazisë në tendra, Klejda Angjelën, sekretare përgjithshme. Të Uta Balili, pra Komisionin e Vlerësimit të Koncesionit. Të koncesionet. Dhe, pra, këtë hetim ka SPAK-u aktualisht. Ndërkohë, një nga problematikat që ka SPAK-u